Kryeministri Edi Rama u ka premtuar Elbasanasve se në 4 vite do të bëjnë për Elbasanin atë që nuk është bërë në 23 vite të marra së bashku. Një zotim elektoral ky që për kryeministrin po ecën në rrugë të mbarë, pasi qeveria e tij ka financuar 8 projekte afatgjata për këtë qytet që pritet të përfundojnë brenda vitit, gjë që nuk është bërë nga qeveritë më parë. Ne jemi zotuar këtu dhe në shumë qendra të tjera urbane, po me që jemi këtu po flas për këtu, jemi zotuar që në 4 vjet do bëjmë për Elbasanin sa që nuk është bërë në 23 vjet marrës bashku. Dhe unë jam shumë i kënaqur që kemi kaluar nga një fazë kur parat hidheshin lart e poshtë për të shtruar asfalt elektoral përgjithsisht, në një fazë kur investimet po bëhen me standarde dhe ne po insistojmë që të respektohen standardet në mënyrë që ato të jenë të qëndrueshme dhe të mos jenë vetëm për dalë kryeministrin në televizor. Reformën e re administrative e territoriale e kryeministri Rama e cilësoi një hap të domosdoshëm në zhvillimin e bashkive, që sipas tij ishin braktisur nga qeveria. Një projekt që merr një rëndësi të veçantë sot kur kemi kaluar dhe një reformë shumë të rëndësishme, reformën administrative territoriale, që praktikisht e zgjeron ndjeshëm bashkinë e deri sot në Elbasanit. Qeveria e mëparshme po dhe nga qeveritë në përgjithësi për shumë vite. Me idenë se bashkitë kanë më shumë mundësi se sa komunat, çka në vetvete kjo mund të jetë vërtet. Bashkitë u braktisën nga qeveria dhe faktikisht Elbasani, një nga qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, ka vuajtur për vite e vite të tëra mungesën e investimeve serioze në infrastrukturë. Gjatë inspektimit të stadiumit të ri Arena Elbasanit, Rama tha se futbolli shqiptar tashmë do të ketë shtëpinë e tij në sajt të këtij investimi të standardeve europiane. 8 projektet e financuara nga qeveria Rama përfshin stadiumin e ri, rekonstruksionin e sheshit Parati, zgjatimin e bulevardit Aqif Pasha, si dhe rekonstruksionin e 4 segmenteve të tjera rrugore në këtë qytet.